Një aksident rrugor është regjistruar para ditën e sotme në zonën e njohur turistike të plazhit të vjetër në qytetin e Vlorës, duke nxitur shqetësim tek pushuesit e shumtë që ndodhen aktualisht në këtë zonë bregdetare. Sipas të dhënave parapraken nga burime zyrtare, një automjet në lëvizje ka përplasur dy këmbësor të cilët janë identifikuar si turistë të huaj, që po shëtisnin përgjatë segmentit rrugon pranë plazhit. Nga përplasja më e dëmtuar ka mbetur një grua, e cila ka pasur shenja të dukshme konfuzioni. Gjendja e saj shëndetësore vlerësohet jashtë rrezikut për jetën. Personi tjetër i përfshirë në aksident, po ashtu turist, ka pasur dëmtime më të leta në trup dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë së Vlorës dhe autoambulanca, të cilat kanë dhënë ndihmën e parë. Fillimisht të lënduarit janë dërguar në qendrën shëndetësore verore të zonës, ndërsa më pas janë transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës për trajtim më të specializuar. Policia ka nisur hetimet për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e aksidentit, si dhe për të përcaktuar përgjegjësinë ligjore të drejtuesit të mjetit. Ende nuk dihet me saktësi dinamika e ngjarjes, por paraprakisht dyshohet se shkak mund të ketë qenë shpejtësia në lëvizje ose pakujdesia, faktor që çon në këtë incident. Ndërkohë autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të respektojnë normat e qarkullimit, veçanërisht në zona turistike dhe ato pranë plazheve, ku lëvizja e këmbësorëve është e dendur gjatë sezonit veror. Vlora këto ditë është e mbushur me turistë vendas dhe të huaj, çka ka shtuar ndjeshëm trafikun dhe qarkullimin në qytet, ndërsa policia rrugore po shton masat për garantimin e sigurisë. Hetimet për këtë aksident vijojnë.